Përshëndetje dashur miq, jemi sot me tjetër recetë, salata detox quhet. Kemi ingredientet si salata e shile, rrugola, faratë e kungullit, rushin e thatë, sheg, avokado, mango, rrjedhën e fasulës, pomodorini dhe një vinegret të caktuar që do bëhet marinimi i salcës. Përshëndetje shef Krenari. Përshëndetje shef Dori, më bëhet qefi shumë për të ingredientash që ke zgjedhur për televizionistin dhe për që na shohin edhe për nxënësit, një recetë vërtet shumë e këndshme, një recetë e kohës ku janë si përbërës shegët, mango, avokado, fisht e thatë, misri, gjithçka tjetër, salca që Dhe përgatisim, pra është një salatë pak e freskët, ndryshe nga si jemi zakonisht mësuar me salatat tradicionale që kemi. me domate të randë. Po, me le të jemi pak tradicionale. Mirë, do të regojmë përgatësisht se si mund bëhet pastrimi i sallatës, mënyra e prerjes së tyre, si është e këshillueshme mbi të gjitha, dhe çfarë ingredientë vetëm se na ndiqni. Ka ardhur radha sallatës së shile. Salata e shile këshillohet, pastrohet me ujë të rrjedhshëm, siç e shikojmë dhe gjatë videos që jemi prezent. Këshillohet, pastrohet flet duke hedhur në ujë të bollshëm. Pasi mund të ketë baktere të ndryshme. Këshillohet të hiqet flet për arsye sepse mund të ketë baktere të ndryshme. Dhe mbasi ka qëndruar për një kohë caktuar me ujë të ftohtë, mund të ftojmë pak krip për të bërë të mundur heqjen e baktereve. Kripa e trash ose e imët. Këshillohet. Duke qëndruar për 10 minuta çerekore në një vask me ujë. Dhe në qoftë se konstatojmë një sasi të baktereve ose dherave që mund të heqim sallatën në fund fare, realisht do kemi nevojë ta lëmë sallatën jo vetëm 2 herë, por 3 herë, 4 herë. Dhe mbi të gjitha, kur sallata mund të jetë e kafshuar nga baktere të ndryshme, mund të ketë rrezik kryesor që mund të jetë ndoshta një krim ose le të themi një tjetër insekt. Mirë, mbas larjes që përftohen nga sallata, duhet të qëndrojnë në këmbë për të kulluar fare mirë. Ose mbi të gjitha kemi treguar dhe gjatë orës së teorisë, shërben një centrifug që bëhet mundur larjen e sallatave, bëhet një centrifug e tyre dhe thahet nga uji, duke kaluar vetëm si produkt e sallatës. Por duhet të keni parasysh që kjo sallatë nëse shërbehet e tillë e lagur, nuk arrihet të shijohet normalisht. Nëse nuk kemi procesin e tharjes në mënyrë dur, do të kemi probleme të tjera. Okej, siç kemi bërë me këtë, do bëjmë një për pjesën tjetër që të bëjmë dhe prezantimin e sallatës më pas. Shikoni pak lavanin. Bakteret nuk ndodhen. Mund të ketë, le të themi, një sasi shumë të vogël. Por rrugola ndryshe nga sallata preferohet të pastrohet më parë, sepse mund të ketë fije bari. Kjo është sallat rrugola. Preferohet që këtë cellin të rast të hiqet. Okej? Duke bërë mundur pastrimi me delikatesë rrugulës. Shpeshherë shikojmë që në sallatat që shohim në restorant, rrugola vjen pa pastruar fare, me kërcell. Por që bën të mundur çfarë? Tjetërslimin e shijes. Sepse një sallatë nuk mund të jetë thjesht me ingredientë që kemi në sot shekën, kemi fare të tjerë me radhë, por mund të jetë thjesht dhe rrugola. Siç kjo është sallata e famshme, ndryshe që është sallata rrugola grana, vetëm me djathtë. Si produkt tjetër shoqërues ka vetëm çfarë? Pomodorinin, shumë e saktë. Okej, dashur miq, ka ardhur koha dhe radha vinegretës. Për të bërë të mundur, të lutem bëj gati një biberë. Për të bërë të mundur, më pas marinimin e saj. Do na duhet salca kosit. Siç e shikojmë, salcë kosit normale. Dhe produkti kosit. Pra nuk jemi të kushtëzuar në të rasti për t'i përdorur. Salca kosit duhet, le të themi, që të krijohet të masën kremoze, dhe salca kosit në vetvete duhet të jetë si një produkt balancues për shijen. Pak kos, normalisht krip, pak piper, dhe siç kemi thënë,
pak fare dëm limoni. Pa harruar. Çfarë tjetër? Vaj në ulliri. Është shumë i rëndësishëm në çdo lloj gatimi. Në këtë fazë jemi gati për të bërë përzierjen e salcës. Të këtë razuar her pas here me lëudruri. Atëherë, kjo është sallata. Dhe siç e kemi thënë edhe gjatë orës së teorisë, çfarë duhet bëjmë me sallatën? Mos e presim me thikë. Është shumë e rëndësishme që sallata mos pret me thikë. Të lutem, e vëm pak me një anë, blerem dhe pak komoditet. Kemi dhe rrugullën e krahut tjetër. Sot kemi një sallatë detox. Është një sallatë që kemi me shumë ingredientë të ndryshëm. Kemi bërë pa përgatitje siç ndodh zakonisht në restorante. Dhe më pas i ka ardhur koha për të montuar një pjatë vetëm. Ingredientet që kemi është fillojmë që nga mango, avokado, rrënja e fasulës, farat e lëdierit, susami, më vaj ullirit që nuk duhet të mungoj, fiku i thatë, sheg, rrugulla, pomodorini, salate shile. Dhe kemi bërë një përgatitje pak më përpara, si do shikoni në një video që do postohet më pas, që është e mundur për të marinuar sallatën. Okej, siç kemi treguar gjatë orës teorisë, për sa i përket sallatave, nuk duhet kurrësi të përdorim thikën, pasi mund ta lëndojmë atë. Por normalisht bie poshtë, në formë gjithmonë kur kemi sasi të tepërta. Kjo s'do të thotë që nuk duhet ta gjejmë kohën për të arritur perfeksion. Sallata, sidomos le të themi sallata e shitës, por gjithsesi sallata preferohet të bëhet në të lloj preje me duar. Në të lloj mënyre nuk arrit të dëmtohet, ndërsa thika çfarë bën? E nxjerr sallatën duke dëmtuar atë. Okej? Siç kemi për një porcion, nuk duhet dalim nga sasitë egzageruara, por duhet kemi komod. Ateson të lutem më ndihmo pak duke vendosur një pjesë të salcës në biberon, bashkë me antigjë. Okej, mund të kalosh nga pjesa tjetër, vendos një pjesë të vogël. Okej? Tek salca kemi bashkuar kosin, salcën e kosit, krip piper, pak vaj ulliri dhe pak limon. Normalisht siç ka nevojë të përçadohet në çdo lloj sallate, të kemi një acid ose le të themi një vinegret sa më të suksesshëm. Kemi treguar dhe pastrimin e rrugullës. Gjithsesi do na ndiqni më pas në videon që do hedhim se si bëhet procedura e pastrimit të rrugullës, kryesisht të sallatës së shite, në një ujë të bollshëm, në një vas me ujë të bollshëm, ujë të ftohtë normalisht, duke i vendosur flet dhe më pas duke konstatuar që nuk ka asnjë bakter mbas të kësaj. Preferohet të lahet mbi 2 herë, pra minimalisht 2 deri në 3 herë të lahet her pas here. Ndërsa rrugulla mjafton të pastrohet nga kërcelli, normalisht me ujë të bollshëm duke larë atë në 3 faza, 2 3 faza. Bëjmë të mundur bashkimin e rrugullës me sallatën e shile. Dhe siç kemi thënë gjatë orës teorisë, do bëhet një marinim i lehtë i tyre me pak krem kosi. Atë që ndihmon pak në misa si të vogël, nëse çuna nuk janë gati. Siç tham, nuk është nevojshme të kemi krip tashmë, sepse ka vinegreta që të përdorim, kremi. Thjesht bëjmë një trazim të tyre, okej? Me dhe enën tjetër të lëmë. Okej, ndërët. Dhe shtojmë me sy të lirë një sasi shumë të vogël. Në këtë fazë jemi gati për të bërë një marinim të lehtë. Ne duhet pjata për servirjen e produktit. Ndonë se nuk jeni komod për të provuar në këtë lloj mase kripën, le të themi mund të shtoni prapë sërish. Ja. Por duhet të kuptoni që nuk duhet ta egzageroni me të. Një marinim i lehtë. Shikoni se me delikatesë po e përzjej. Kjo duhet ndodhi edhe me ju. Me një marinim, pra në pamje të parë duket si një sallatë që ka një salcë, por nuk duhet ta shtypim shumë. Qirusën e patateve çuna. Dhe bëjnë të mundur prezantimin e tyre në pjatë. Sa më në qendër, aq më komod.
Preferohen gjithmonë pjatat e bardha. Okej. Tillë. E shvendosim pak, pastrojmë duart. Që pas një moment mos të rrezikojmë çfarë? Jo, të bëjmë pis pjatën. Pjata është shumë e rëndësishme se sa të shkoj gjithmonë te klienti sa më e pastër dhe komode. Si fillim, dështoj produktet e tilla që është në këtë rast fiku i thatë. Mund ta zgjedhin sipas dëshirës, prerjen. Unë do kisha dëshirë në të lloj mënyre, duke vendosur në pjesët hasore të saj. Është goxha kurativ dhe është goxha i shishëm. Normalisht ku ka sezonin fiku, absolutisht mund ta përdorim. Pomodorini nuk dua të shtoj sasi të tepërta, pasi mund të prishim le të themi dhe pjesën e ingredientëve të tjerë, nga që ka shumë ingredientë. Pomodorini. Kemi mangon tashmë. Mangon të rast marr një pjesë të saj dhe bëjnë të mundur prerjen. Shikoni sa ngjyra ka? Është një sallatë që të bën për vete vetëm nga ingredientët që ka. Dhe mënyra e zbatimit është goxha e thjeshtë. I ka ardhur momenti kujt avokados. Si që kemi thënë dhe gjatë orës së teorisë, avokado janë disa lloje. Kemi avokadon e lirë, kemi avokadon e shtrenjtë. Normalisht, ajo e shtrenjta ka cilësi më të mira, sepse është më e pjekur, është më cilësore. Pastrimi avokados, e ndajmë dy pjesë. Është shumë e rëndësishme sepse shumë pak vetëm mund ta përdorin saktë pastrimin e saj. Duke bërë të mundur ndarjen e saj në këtë lloj rasti të tillë. Okej, ja ta ndajmë pak më shumë. Shikojmë që ka në pjesën e saj brenda zemë, bërthamë. Dhe në këtë rast, thjesht bëj një ngulje, duke bërë të mundur daljen e bërthamës. Shpeshherë i ngatrojmë disa procedura të pastruarit të avokados. Vazhdojmë pika, vazhdojmë qyruse patatës, me duar mundësisht, por jo, nuk është e këshillueshme. E vetja mundësi e këshillueshme është një lugë gjelle. Një lugë gjelle bën të mundur pastrimin e saktë të avokados. Duke e marrë nga pjesa e brendshme të saj, duke dalë deri në pjesën ansore. Preferohet që të jetë e pjekur, pra mos të jetë shumë e fortë avokados. Me kujdes, si shikoni, dori, ka ngellë një pjesë shumë e vogël, por që hiqet, është pak e fortë. Gjithsesi, kjo pjesë e lëkurës nuk mund të hidhet, mund të përdoret diku tjetër. Mund të jetë një bazë orizi, siç mund të themi, kemi disa sallata të tjera që ne do i bëjmë me avokado, por mund bëhet një prezantim të saj. Do presim avokadon tashmë. Do i lëm veç. Për një sasi të tillë nuk do shtojmë shumë sepse kemi shumë ingredient. Deri në 4 feta është mjaftueshëm. Dhe ka ardhur ora kujt. Fat të lutje diellit. Një sasi të vogël. Rrojmë fasule, shumë të shishme, e zgjidha dhe shumë kurose. Do të kemi kujdes në heqjen e konservave, sepse mund dëmtohemi lehtësisht. Okej. Edhe me anë të një pincete bën të mundur prezantimin e rrënjeve të fasuleve në pjesën e sipërme të saj. Nuk do të duhet sasi e tepër, sepse mund të dëmtojmë shijet e tjera, njëra të tjera. Susamin dhe përfundimi i recetës vjen duke shtuar edhe një pjesë së vogël të vinegretit që kemi bërë saksës.
Nuk do shtojmë shumë sepse kemi shumë ingredientë. Dashur miq, kjo është sallata që kemi në program ditën e sotme. Tashmë do na ndiqni se si mund të prezantojmë dhe nxehtësitë e tjera. Okej, sot është mjaftueshëm. Bashkë mirupafshim, u takoshim në për tjera live. Përshëndetje dashur miq, jemi sërish live tashmë te Instituti Gastronomisë Royal. Mbasi kemi bërë, procedurën e parë, le të themi një pjatë demonstruar nga unë. Tashmë të gjithë nxënësit janë në përvendet e tyre dhe po merren me para përgatitjet. Mënyrën se si kanë lërë sallatën, prerjet e tyre dhe vendosin e tyre në pjatë. Siç shikojmë tashmë, janë me përdoret e tyre siç kanë sallatën e shile, rrugullën, shegën, rojen fasules, figun e thatë, fat e lule diellit, avokado, mango, pomodorini dhe normalisht susami në fund fare. Duhet të theksojmë që është një pjatë vërtet me vlera ushqyese, nuk duhet ta rëndojmë shumë me sasi të tepërta dhe duhet të kemi një prezantim më së qartë në pjatë. Tashmë, unë shikoj që nxënësit kanë nevojë për të shtuar kremin e kosit nëpër pjatat e tyre. Do kaloj një. Më pas, marrinimi duhet të jetë me delikatesë, i lutem. Nëse mendoni se ka nevojë pak për krip, mund t'i shtoni, është në bazë të preferencave të çdo kujt nga ju. Marrinimi duhet i lehtë. Pasi ka nevojë që të kemi shumë kujdes me të lloj sallatash produkte që kemi. Duhet të mbezotroj, siç e kemi thënë dhe gjatë orës teorisë, produkti i sallatës jeshile, pasi rrugulla në vetvete është pak e hidhur dhe nuk duhet të ndjejmë një shije të fortë, theksuar. Kremi i kosit e balancon shijen e saj. Gjatë lajveve më përparshme, to janë disa nga sallatat, por kemi edhe disa sallata të tjera që do kemi në ditët në vazhdim. Përveç tyre kemi edhe normalisht për të përdorur supa të ndryshme, antipastat të ndryshme që kemi në për restorante, pse jo, që shërbejnë, e kemi thënë her pas here për hapi oreksi, janë goxha të rëndësishme. Dhe menun tradicionale, por dhe salcat bazës. Mund vazhdosh, vendose, po, mjaftueshëm është. Për një person është mjaftueshëm. Gjithmonë ne përdorim në mënyrë individuale. Nëse ti mendon se ka nevojë për krip, mbas e ke provuar, mund t'i shtosh. Në të kundërt, la. Siç e shikojmë dashur miq, kjo është demonstrimi nga ana ime. Duhet të arrihet të prezantohet në këtë mënyrë nga të gjithë nxënësit, duke provuar mbi të gjitha përshien, më pas për prezantimin pjatë. Duhet një pjatë që ketë dekor, ka kolor, mbi të gjitha, por pa harruar dhe shije. Shikojnë të gjithë nxënësit se si po arrin të kenë të mundur. Në bazë të përfundimit të pjatës, do ta hedhim në një sasi të vogël të kremit të kosit në sipërfaqen e saj. Kujdes gishtat, më ngadal, më avash, nuk do të duam të ndërtohemi. Okej, në qendër të saj, mundohen në qendër të saj valbion. Baku, çdo gjë okay këthe? Në rregull, vendosë gjithë sallatën. Siç e shikojmë, sasia është normale për një individ. Pretendohet, ku shkohet në një restorant, mos konsumohet thjesht një sallatë. Konsumohen disa pjata. Siç mund të jetë, pjata e parë që quhet ndryshe antipasta, mund të jetë supa. Antipasta që shërben për ngacmues oreksi, pra për të hapur ushqimin, pra ushqimet e rënda, të që më pas, sallata, pasta ose risotto, pse jo, dhe të kaluar te një produkt kryesor, mish ose peshk. Por pa harruar, që mund të jetë goxha i zotit ose personi, le të themi që gatuan, por dhe ai që servir, që kryesisht është pjesa e sallës, që në vetvete duhet të jetë goxha i arrir për të arritur të shesje dhe ëmbëlsirën. Me kujdes, bëjnë të mundur prezantimin e tyre në pjatë dhe më pas unë në një minutë, një pas mëshme do kaloj për të kaluar vinegretën. Pra, kremin e kosit në pjesën e sipër të saj. Ndërkohë, pastaj pak ansorën në pjatën sepse ke pak pjesë. Kush ka nevojë gati për kremin e kosit sipër? Mund më thotë? Po. Ndërkohë që bëjnë të mundur prezantimin e pjatës, ja shikojmë një nxënës tjetër. Hedhja e kremit kosit. Vendos pjatën në bankën tënde, bëj pastrimin dhe më pas do provojmë. Okej, gati.
Shumë e saktë. Pra kjo duhet të jetë sasia që do të përzotrojnë pjatë, nuk duhet më shumë. Si të shikoni dhe pjatat i keni individuale, nuk i keni, le të themi siç e kemi shpjeguar gjatë orës terrorist, 1/2, 1/4. Siç ndahet zakonisht në restorante ose në evente të ndryshme. Është individuale, në bazë të personave që keni në restorante, në tavolinë e përkatëse, do bëni të mundur dhe ndarjen e tyre. Do e shikoni se sa lehtë do ta konsumoni. Dhe nuk do të ndjeni të rëndë. Pra ideja është provoni edhe pjatat të tjera, siç thash pak më përpara. Detox, po e ka salat detox. Si fillim pastrojmë salatën dhe lajme ujë të ftohtë. Po, të bolço. Po, të bolço me 2-3 larje, sipas varet nga ato që do ketë na. Pisliqe që mund të ketë. Pisliqe që mund të ketë. Po, Ase pastrojmë lukën. po, rrugullën. Po, ase më pas salatën nuk duhet ta presim me thikë, po duhet. Është shumë e rëndësishme të theksojmë të pata që mund ta ndjekin. Ka mund ta nxjim. Mund ta nxjellë dhe dëmton e kalp sallatën, po. Më pas se të mariminojmë me salsën. Po. Shtojmë këtë të tjerë që janë pomodorini, janë avokado, mango, susami, shega, etj me radhë. Por me gjitha do të kemi rëndësi prezantimin e saj në pjatë. Dali sa më elegante dhe le të themi goxha e prezantueshme tek klientët. Atë dashurimi që nuk ka ngjerë gjë tjetër veç se të falenderojmë për shikueshmërinë që na kushtuat. Kjo ishte sallata ditën e sotme. Na ndiqni për tjera live bashkë me Robafshin. Andrea, faleminderit.